Unë nuk kam prova, thjesht kam dyshime që po më shtohen ditë pas dite që jo Rama e ka lëshuar, po Rama është iniциusi i goditjes Veliej. Sepse po të shikosh hiqa të teatrin e lotëve të krokodilit të 3-4 ditëve të para, të gjitha veprimet, edhe në mundësinë e organizatës të këtyre, ajo që tregoi Klodi pak përpara. Do me thënë, si inicion tani Ministria e Drejtësisë e Edi Ramës, inicion kontrole ndaj Erion Veliejt. A mund ta marri këtë pesh ulusiu që i thot ai tjetri pa pyetur Edi Ramën? Nuk është ndërprerje, uluzi i thot. Uluzi i thot doktori më. Doktori pra. E para, e dyta. A i pa emër të ndryshuar nuk të flet. E para, e dyta. Qofse mban mend kur u futën sa ishte arrestuar Veliej. Të gjithë mediat e Veliejt që pak a shumë janë dhe media mbrojtje të Ramës. Thoshin këtia ka bërë Belinda Balluku. Po Belinda Balluku mund t'ja bënte prapa krave të Edi Ramës Veliejt këtë punë? Po njerëzit pse u nxorën nga lista dhe u dogjën si deputet për parlamentin e ardhshëm gjithë mbështetësit të Veliejt? Do me thënë, s'kemi fakte, ta thash, por kemi shumë pikë pyetje që na bëjnë të hamënsojnë që pas kësaj mund të ketë qenë Edi Rama. Dhe kjo shpjegon dhe tjetrën, sepse u trimërua Spaku për të bërë atë që ne e quajtëm goditjen më të madhe të Spakut deri sot. Ndërkohë, Bushati ka më konsumoj unë e kisha që pyetje tjetër këtë që duke sigur ka një aleancë Rama Spak në rastin Veliej. Rama lavdroi Dumanin dhe kam respekt për të thënë, ndërkohë nuk është se mbrojti Veliejin. Dhe nuk ka lejuar dhe njerëz nga partia për këtë punë. Tani, gjykata e lartë rrezoi sot edhe kërkesat e Ajola Xozës dhe Arber Veliejt për kontrollet e banesave. Çfarë rëndësie ka ky vendim për procesin Veliej? Pa shkuar të kjo pyetje, ju pyetet pak më herët a e ka lëshuar Edi Rama Erion Veliejin. Unë mendoj që sot duhet na shqetësoj një gjë tjetër, fakti që zoti Rama është duke uzurpuar pushtetin ose më saktë është duke uzurpuar një institucion si që është Bashkia e Tiranës. Do të thënë, dhe kjo duhet realisht na shqetësoj si qytetar të këtij vendi dhe si qytetar të Tiranës. Jo, por ne duhet ta ne jemi qytetarë të Tiranës dhe Edi Rama nuk është mandatuar dhe nuk është zgjedhur nga qytetarët e Tiranës për drejtuar Bashkinë e Tiranës. Ka dy mundësi, ose shkarkoj Erion Veliejin dhe vazhdo rrugën për plasjen e gjykatë kushtetuese, ose lëre të ushtrojë kompetencat në kushtetues. Po e ka bërë në raste tjera, po të dojë se gjykata kushtetuese mund ta rikthejë sepse mund duhen 3 muaj. Rama mund ta bëjë. Ideja është se Safet Gjicin e shkarkoi 4 minuta pa bërë Safeti reagimin në Facebook, Edi Rama e shkarkoi tani se ne në këtë vend kemi jetuar. Edi Rama e shkarkoi pa e mbaruar Safeti i shkret atë se është edhe smur. Pa e mbaruar dorëheqjen, po është shumë rënd në burg. Atëherë pa e mbaruar dorëheqjen Safeti, tani nuk e di se s'do të hija asaj pjesë se është temë tjetër diskutimi, po problemi është që pa e mbaruar Safeti dorëheqjen që e bëri dhe me gabime të rënda ortografike dhe harroi dhe familjen ta shkruante aty, Edi Rama e shkarkoi. Pra, ajo çfarë ne duhet na shqetësoj është që kryeministri nuk mund të uzurpojë kompetencat e një pushteti tjetër. Ai Bashkia e Tiranës është një pushtet vendor që duhet të vetë rregullohet. Patjetër ka mekanizma se si vetë rregullohet, se si administrohet buxheti i bashkisë, se si administrohet ai institucion në këndvështrimin tim është i kalbur, po tani ne Erion Veliejt mund t'i rendisim të gjitha faktet, provat, dyshime që ka Spaku, mund të merremi me të sa të duam, por ama në këtë pikë duhet jemi të ndershëm me veten dhe me opinionin publik. Nuk mund Edi Rama të marrë kompetencat e kryetarit të bashkisë. Për shkuar tek pyetja juaj, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë ka vendosur mospranimin e rekursit për kërkesat që kanë të bëjnë, janë jo vetëm nga zonja Xoza, por edhe nga zoti Arber Veliej. Unë e konsideroj këtë si një çështje shumë të rëndësishme, sepse fakti që gjykata e lartë vullos dhe lë në fuqi kërkesat për kontrollin, për kontrollet në bizneset e zotit Arber Veliej, në bizneset e Ajola Xozës dhe gjitha provat pra legjitimohen që janë gjetur aty siç është celulari apo të tjera me radhë, automatikisht
kjo në një farë mënyre i jep mundësi SPAK-ut të vijojë, se nëse do të rrëzohej sekuestroja sot nga gjykata e lartë ose do të rrëzoheshin kontrollet, shumë aspekte të çështjes penale të zotit Veliaj mund të rrezikoheshin. Sot kjo blindon shumë më tepër dyshimet e SPAK në raport me zotin Veliaj, zonjën Xoxa, por edhe personat e tjerë. Kështu që në një farë mënyre ne dim shumë mirë që pjesa më e madhe të dhënave janë përftuar nga celularet e sekuestruar. Jo vetëm nga zonja Xoxa, por edhe nga i vllai, nga bashkëpunëtorët e zonjës Xoxa e të tjera me radhë. Në këtë aspekt kanë ishte shumë i rëndësishëm ky vendim, sepse është në favorin e SPAK-ut dhe blindon akuzën. Sigurisht është në disfavor të zotit Veliaj. Në fakt, i leme një fjalë për mua më hyri një seri mesazhesh që kërkojnë të dinë më shumë për këtë që shpjegove për Safet Gjicin. Çfarë ka ndodhur realisht dhe çfarë është? Zoti Gjici kërkoi liri me kusht për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore që ka patur, nuk mund të bëj dot me dije diagnozën se nuk ma lejon ligji, por është çfarë ligji tani nuk ka gazetar. O Klodi, do mësomi me këtë. Gazetari po e mori vesh. Është i detyruar të thënë. Skepse është zoti Rakipi, nuk në interes publikut. Jo, nuk është në interes publikut e pikriza. Ajo çfarë mund të them me fjalë thjeshta për publikun është që Safet Gjici, edhe pse në këndvështrimin tim akti që ai kreu ishte moralisht i dënueshëm, ligjërisht i dënueshëm, ishte akti më i shumtuar që ka ndodhur ndonjëherë. Për mua, unë e kam thënë që ndryshim. Me i akti do të gjithmonë dhe vetëm Safet në shkret morën pra, te thua ti. Sot në këndvështrimin tim, atë filmuan Safeti e engri tuaj. Ai kalë që kap shiu lemin të gjithë. Por sot në këndvështrimin tim, afro 2 vjet më vonë duhet të kthehen pak te letrat, nuk kam asnjë arsye që Safet Gjici në atë gjendje që është të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg, sepse të gjitha epikrizat dhe në spitale private edhe në spitale shtetërore rezulton në gjendje problematike shëndetësore me një smundje të rëndë. Smundje të rëndë që është ajo që të nuk dua të hyjmë andes. Nuk duhet të shkojmë, po i urojmë të lirohet. Safeti është i fundit kështu që edhe s'ka pikë logjike, por tani kam një pyetje tjetër unë bushat sepse kemi vënë re gjithësisht në këtë procesin Velia, mbështetjen e medjave e ka humbur Velia pas përgjimeve, sidomos pas këtyre përgjimeve, kishte mbështetje goxha të fortë dhe pas arrestimit, shumë të fortë. Mund të them për shembull, unë, kaq sa kuptoj si gazetar, se ndoshta nuk kuptoj dhe shumë, po mbështetjen më të fortë që ka patur një njeri në këto 35 vjet, edhe pas arrestimit në media, është mbështetja ndaj Veliajt. Si më dhe ka humbur këtë mbështetja, po jo, thotë. Nuk më rezulton që ta ketë humbur. Mbështetjen te media që kanë mbështetur gjithkohën e ka pothuajse të plot. Boll të shohësh vetëm faktin e sotëm.